Kuestora News ju përshëndes. Jemi së bashku si çdo ditë me mua Ester Sula për të njohur me parashikimin e motit për sot dhe nesër në vendin tonë dhe kontinentin evropian. Veri perëndimi i Ballkanit paraqitet me vranësira dhe rreshje të pakta shiu e dëbore, ndërkohë pjesa e Europës lindore do të mbetet në ndikimin e dëborës dhe temperaturave të ulta, ndërsa pjesa e Europës qendrore, Europa veriore dhe ishut britanik priten me mot të kthjellët. Njemi tani me kushtet e motit për sa i përket vendit tonë. Sipas Meteoalb, moti pritet i ftohtë dhe kryesisht pa rreshje, përjashtuar këtu zonat jugore dhe zonat malore të vendit, të cilat pritet me rreshje të pakta shiu e dëbore. Pasditja vjen me përmirësim të dukshëm, temperaturat do të luhaten nga -3 deri në 14 gradë Celsius. Era fryn lindore, veri lindore me një shpejtësi 45 km/h dhe dall gëzimi. Në brigjet detare do të jetë 2 ball. Njemi tani me kushtet e motit për sa i përket rajonit të Europës për ditën e nesërme. Pjesa më e madhe e Europës dominohet nga masa ajrore të qëndrueshme kontinentale, duke sjellë mot të kthjellët por të ftohtë. Pjesa e Europës lindore pritet me rreshje të dëndura dëbore. Njemi tani me kushtet e motit për sa i përket vendit tonë për ditën e nesërme. Sipas Meteoalb, moti kryesisht i kthjellët dhe i ftohtë pritet në të gjithë vendit, duke sjellë vranësira të lehta në zonat malore, por pa rreshje. Temperaturat do të luhaten nga -5 deri në 15 gradë Celsius. Era fryn veriore, veri lindore mbi 50 km/h, duke krijuar kështu dall gëzimi në brigjet detare 3 ball. Shohim tani temperaturat minimale dhe maksimale sipas Meteoalb për vendin dhe rajonin. Ky ishte parashikimi i motit për sot dhe nesër në vend Europë. Ju falenderoj për vëmendjen tuaj. Bashkë mirupafshim.